Do të flasim për materialet të ndryshme me mysafir të ndryshëm, ku jemi munduar sot ta kemi një bisedë shumë ma të qetë, pas mundje të rënda, pa zhvillime shëndetësore të cilat ndonjëherë edhe nga ajo që kanë dëgjojmë na shqetësojnë, na japin pak një mundësi të mendojmë, mos i kemi simptomat e njëjta, po kjo është çaj e mirë sepse reflektojmë dhe kujdesemi për shëndetin tonë. Po sot do të flasim për shkrimet, për poezitë, për ndjesitë, do të flasim për të ardhmen, për fëmijët tonë të cilët kanë ëndra dhe punojnë në to, por mbi të gjitha me një kënaqësi dhe me emocion të veçantë do të flasim për familja jonë. Produksioni Familja Jonë ka 11 vite në treg, por portali Familja Jonë ka tashmë 7 vite. Ishte viti 2019, kur bashkë me kolegen time, miken time të dashur, Agnesa Demaj, kemi vendosur që produksionit t'ja shtojmë edhe portalin Familja Jonë. Portali i cili është 24/7 pranë juve, me juve dhe punon për juve, me informacione nga burimet më të sigurta, nga mjekët tonë, nga ekspertë të fushave të ndryshme. Portali Familja Jonë është bërë thjesht pjesë e çdo familje dhe unë shumë shpesh e tham që jemi familja më e madhe në vend sepse kemi një numër të madh të anëtarëve që jemi bashkë dhe ndajmë të njëjtat shqetësime bashkë.